Deri diku e mërzitshme nga ana sportive me një sens me anglezët që sulmonin, por jo me ndonjë rrezikshmëri të lartë dhe ekipi ynë që mbrohej dhe shumë rrallë tentoi edhe të vinte në vështirësi portierin anglez. Ndeshja e radhës do të jetë në Tiranë me ekipin e Andorës. Të nderuar zonja dhe zotërinj mbrëma, mirë se erdhët në ditarin e fundit në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Shqipëria është vlerësuar pozitivisht nga Këshilli i Evropës për luftën kundër korrupsionit, por për kryeministin Rama sistemi i drejtësisë është ende në epokën e gurit. Me intervista që realizohen në zyra prokurorësh pa audio dhe video, Rama tha se gabimet në sistem do të korrigjohen. Pasi rimori drejtimin e Bashkisë Tirana, Anuela Ristani ka shkarkuar të emëruarën e Veliajt, Sara Goxhajn dhe sekretarin e përgjithshëm Alban Dokushi. Në një deklaratë për mediat, ajo mohon të ketë krizë institucionale. Aeroporti i Vlorës, edhe pse ende nuk ka nisur funksionimin, ka filluar të japë efektet e para pozitive në gjallërimin e ekonomisë dhe zhvillimit të zonës. Banorët e Akërnis, ku po ndërtohet aeroporti, shprehen se fshati ka nisur të zgjohet, si në punësimin e banorëve, ashtu edhe në infrastrukturë. Një ndeshje pa histori, Shqipëria ra në Wembley përballë Anglisë duke u dorëzuar me rezultatin 2-0. Rezistenca e kuqezinjve zgjati vetëm 20 minuta me Lewis Skelly që kaloi anglezët në avantazh, duke u bërë edhe lojtari më i ri në histori që shënon për 3 luanët. Në mbrëmjen e rekordeve, Bellingham festoi ndeshjen e 41 dhe kalimin e një legjende si Rani Majst. Pjesa e parë e dominuar nga britanikët me 75% mbajtje topi, vendosi një tjetër primat me 437 pasimet realizuara. Shqipëria goditi njëherë traversën pas një pasigurie të portierit Pickford, por vetëm aq nuk mjaftoi. Strakosha realizoi mrekulli duke mbajtur portën e paprekur, teksa sinjalet e golit të dytë ishin të njëpasnjëshme. Rjeta erdhi në të 77-ën me autor Harry Kane, që përfitoi nga gabimi i Ajetit. Ky ishte goli 5 i sulmuesit në portën kuqezi nga 21 gola në total që na kanë shënuar anglezët, të cilëve u shtohen edhe 2 asiste. Sfida në Wembley përfundoi pa shumë histori, pavarësisht mbështetjes së jashtëzakonshme në tribuna nga tifozët fantastik. Kombëtarja shet tani ndeshjen e 24 marsit kundër Andorës, ku kërkon fitoren e parë në kualifikueset e botrorit 2026. Mirë, për të diskutuar se çfarë ndodhi sonte në mbrëmje në Wembley në atë humbje, pra në takimin e parë për kualifikuesit e botrorit të Shqipërisë, na është bashkuar në studio edhe gazetari A2 CNN Erald Kodheli. Erald, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Për te entuziazmit si tifoz të ngjyrave kuqezi, nuk është se nuk e prisnim edhe humbjen, por zhgënjimi vjen kur shpreson që të shikosh një skuadër që tenton, përpiqet, mundohet të krijojë dhe të dali në një farë mënyrë edhe me nder. Kjo nuk u pasat. Pikërisht fjala kyç ishte ai entuziazmi, aty do të ndalesh unë tek ajo që përdore, sepse ky entuziazëm për këtë ndeshje zgjati vetëm deri në orën 20:45. Pra, sa po nisi ndeshja, gjithçka përpara ndeshjes atje në Wembley me atmosferën spektakolare të tifozëve, me ato marshimet, me vallet që pushtuan rrugët e Londrës, me broritjet për skuadrën, në tribuna këngët ishin fantastike, por vetëm kaq, sepse në fushën e lojës ekipi realisht nuk ishte më ndryshe nga skuadra që kemi parë në kualifikuese në Nations League. Sidomos në ndeshjen e fundit të luajtur këtu në shtëpi përballë Ukrainës, një skuadër që dukej apatike, një skuadër që nuk dukej që kishte një plan loje. Ky është problemi më i madh i Shqipërisë. Ne nuk dukemi për momentin sikur kemi një plan të qartë loje. Dakor, shkon në Angli, luan në Wembley, në një stadium kaq madhështor, luan përballë 2 herë finalistëve të kampionatit evropian të edicioneve të fundit, me një skuadër ndoshta më atë që ka më tepër vlerë, që kushton më tepër në merkato nga të gjitha përfaqësuesit e tjera botërore, por nuk mund të heqësh dorë nga loja, nuk mund të heqësh dorë nga futbolli. I kemi respektuar më tepër nga sa duhet, siç ka ndodhur edhe përballë shumë kundërshtarëve të tjerë të mëdhenj, por nuk provuam më me pak guxim që ndoshta të godisim, sepse andi realisht Anglia është skuadra e vetme ndër top 5 apo 6 skuadrat më të mëdha botërore, të cilat realisht të lejon që të luash dhe që mund t'i rrezikosh. Pra në qoftë se
përballesh me ballin hapur ndaj tyre, ke mundësi të krijosh diçka. Shqipëria krijoi vetëm një moment nga ato goditje traversës dhe ai moment erdhi nga një episod ku treguan pak dinak lojtarët e Kuqezisë, sepse nisën shumë shpejt një ndërhyrje të parregullt, një faul të pësuar në gjysmëfushën tonë, i kapën pa përgatitur, pa arrestuar, por vetëm aq nuk mjafton. Qartë. Erald, shumë emra që luajnë dhe me skuadra të mëdha, që ne presim të marrin më shumë përgjegjësi, sot ishin të fikur, mos them të friksuar, dhe mund të them dhe emra, Aslani për shembull. Po të vjen keq sepse Aslani praktikisht luajti në rolin e një qendërmbrojtësi. Ky ishte problemi kryesor. Të shikoj Aslanin dhe Ramadanin ishin shumë të ngjeshur. Mbrojtja e qendrës me Gjimshitin edhe me Ajetin, edhe ata ishin shumë të ngjeshur, ishin praktikisht qëndronin atje ku duhet qëndronte portieri Strakosha. Bajrami dhe Hasani në krahun tjetër, edhe këta dy futbollistë ishin te zona jon. Qazim Laçi aktivizohet me këmbgulje nga trajneri Silvinjo në rolin e organizatorit, por Qazim Laçi sot nuk ishte organizator, ishte në rolin e një shkatruesi, sepse ishte te harku i zonës. Pra, gjithçka për sa i takon lojës, mënyrës se si kombëtarja shqiptare hyri në fushën e lojës dhe atë se çfarë kishte përgatitur trajneri Silvinjo së bashku me stafin teknik të kombëtarës Kuqezi, dukej se nuk linte shumë shpresa për të bërë diçka në fushë. Duke ngelur te mesfusha, mesfusha sot nuk funksionon fare. Se me këtë anglis, apo si rezultat këtyre lojtarëve që ndoshta nuk kanë dhe minuta në këmbë tashmë. Shiko, Anglia është një skuadër që padyshim të vën vështirësi, është një skuadër që padyshim me sulmet dhe me mbajtjen asfiksuese të topit her pas here gjatë lojës të detyron që të ngjishë shumë mbrapa, por fakti që Aslani luan shumë pak te Interi, fakti që Ramadani ka humbur vendin e titullarit në skuadrën e tij te Leccia, ndikon dhe të përballosh gjitha të pesh dhe mbi të gjitha të përballosh një lojtar si Jude Bellingham, të cilit ju la shumë hapësirë, ndoshta personalisht mendoj që ky ishte gabimi më i madh që ka bërë trajneri Silvinjo në këtë ndeshje, sepse e rreshtoi skuadrën që të mbrojë në mënyrë zonale dhe lojtarët të cilët do të dublonin njëri tjetrin, por nuk bllokoi atë që është pika kyçe e kësaj skuadre, Jude Bellingham. Në një moment, pas një aksioni shumë të gjatë anglezëve, me jashtëzakonisht shumë pasime ndërmjet lojtarëve, sidomos në qendër, por edhe në krahun e majt dhe në krahun e djathtë, ishte ajo shkëndije Jude Bellingham që gjeti skelin, e gjeti të boshatisur, u shkëput në krah duke ju larguar, duke i shpëtuar mbulimit të Hasanit dhe arriti që të shënonte atë gol. Jude Bellingham sot ka luajtur shumë mes linjave të mesfushës dhe të mbrojtjes shqiptare dhe të mendosh Andi që linja e mesfushës dhe mbrojtjes shqiptare përbëj praktikisht nga 10 futbollistë në harkun e 16 metrave fush. Qartë. Erald, përmendë trajnerin, le të flasim edhe për trajnerin. Duket se edhe Silvinjo nuk guxon, duke parë se edhe Anglia sot nuk është se shkëlqeu me debutimin e Tuchel. Nuk shkëlqeu Anglia, Tuchel që ju besua mbi të gjitha emrave të mëdhenj, ju besua Rashford, ju besua Foden, Harry Kane padyshim që është aty, por Silvinjo duket se e ka humbur, ndoshta unë personalisht mendoj që Silvinjo ka humbur efektin surprizë. Atë që arriti të kualifikonte Shqipërinë në Europianin e vitit 2024, ai efekt surprizë i përpara 2 vjetëve afërsisht kur nisi aventura e trajnerit Silvinjo në Solin Kuqezi, përfundoi dhe këtë e pam në Nations League. Trajneri Silvinjo mundohet që të bëjë diçka, ndoshta një mini revolucion brenda skuadrës, por emrat janë pa ato, i ndikuar edhe nga mungesat e shumta. Gjithsesi mendoj që Shqipëria e Silvinjos duhet të ndryshojë shumë dhe duhet të rikthehet pak në identitet mbi të gjitha te pjesa se si e ka qasjen në ndeshjet e mëdha dhe përballë kundërshtarëve që janë më të mëdhenj apo që janë kundërshtar direkt. Qartë. E përmendet mini revolucionin që mundohet të bëjë her pas here Silvinjo, por a ka nevojë tashmë skuadra edhe të rigjenerohet? E kam fjalën kur kemi mungesa në prapavi, në krahun e majt, është detyrë e Silvinjos të gjejë edhe lojtar. Është dramatike që ne në krahun e majt kemi vetëm një alternativë, është Mario Mitaj, dhe atë e gjetëm me shumë fat, një lojtar i ri, një lojtar premtues, që befas doli se është një prej yjeve të kësaj kombëtare, por momentin kur Mitaj mungon, aktivizohet Naser Ali, rithirret në skuadër, aktivizohet ky futbollist që ka ardhur dhe luan te Dinamo në kategorinë superiore, pra nuk ndodh shpesh që mbi të gjitha në ndeshje kaq të mëdha
përballë rivalëve kaq të mëdhenj dhe ndeshje kaq të rëndësishme siç janë kualifikueset dhe mbi gjitha starti kualifikueseve të Kupës së Botës apo të kampionatit evropian, në formacionin titullar të Shqipërisë unë mbaj mend shumë rrallë në vitet e fundit që të ketë patur lojtar të kampionatit shqiptar. Na ndodhi me Trashin disa kohë më parë kjo kur luante Trashit e Partizani. Dhe kjo tregon një mangësi dhe tregon ndoshta mungesën e atyre alternativave që i duhen kombëtares. Nuk është e thjeshtë, nuk është fjalë goje që të gjesh futbollist, madje edhe lojtarin më të fundit që e gjetëm apo që e afruam në skuadër Brutin nuk ishte fare as mes 23 të përzgjedhurve, por ishte në tribun. Kështu që është goxha e vështirë, misioni është goxha i vështirë, por stafi teknik këto duhet bëj. Duhet të gjej këto alternativa, duhet të gjej alternativa në mbrojtje, duhet të gjej alternativa në mesfush kur futbollistët nuk kanë minutat e duhura në këmbët e tyre, sepse realisht ndër lojtarët që ka më tepër minuta në mesfushën shqiptare është Qazim Laçi. Qazim Laçi, realisht. I Spartës Pragës. Edhe Hasani luan, por jo me një vazhdimsi 100%, edhe pse luan dhe shënon shumë në Azi, në Kore. Bajrami gjithashtu edhe Bajrami ka qenë zvendësues të Rangers si lojtar që titularit me ardhen e mesfusha jon e vuan mungesën e minutave, Shqipëria vuan freskin e lojtarëve të mesfushës, por mbi të gjitha mua më duket Andi se më tepër sa freskia, Shqipëria vuan ato planin e lojës. Shqipëria vuan faktin që duhet të jetë një ekip kompakt, si në mbrojtje, ashtu edhe në fazën ofensive kur del. Shqipëria sot për ca momente, madje me aktivizimin e brojës pas minutës 62, hyri në fushën e lojës, tentoi që të jepte një impakt, i dha pak shkëndija manovrave sulmuese të Shqipërisë, tentoi t'i afrojë portës, megjithatë ishim shumë të ndarë. Kishim mbrojtjen dhe mesfushën dhe kishim edhe dy lojtarë sulmues që ishim praktikisht 40 metra larg shokëve të ekipit. Duke parë ndeshjen e sotme, ka rritje apo ulje niveli skuadra jon nga ndeshjet e fundit të Nation League? Unë mendoj që paraqitjet e Shqipërisë kanë ardhur vetëm në ulje, duke nisur nga Europiani i vitit 2024 dhe paraqitjet e bëra Nations League, edhe kjo paraqitje sotme nuk do ta përdorja si barometër këtë, sepse është shumë e vështirë që realisht të masësh e curin e një edicioni mbi të gjitha përballë një skuadre si Anglia. Është shumë e vështirë ta bësh këtë dhe do të ishte edhe pa drejtë edhe për skuadrën. Njeriu kënaqet kur shikon që por kur tenton, kur provon, kur sulmon, kur mundohesh të qarkullosh topin, është krejt ndryshe pastaj. Mund ta humbasësh ndeshjen, por të gjithë njerëzit i jep shpresa edhe tifozëve, edhe publikut, edhe opinionit, madje edhe vetë lojtarëve i jep shpresa. Përballë Anglisë praktikisht është një ndeshje për tu harruar, është një ndeshje nul. Çfarë note do t'i vije skuadrës sot, apo do t'i vësh notë Silvinjos? Nuk do preferoja t'i vija notë skuadrës as trajnerit, sepse ndoshta do më dukej edhe personalisht mua sikur do të ishte një sulm i madh në ekipit, por padyshim që do të ishim kritikat janë të mira gjithmonë. Kritikat janë të mira dhe kritikat janë shumë nevojshme. Do të ishim sot jemi mbetës, mbetemi në klasë. Kalojmë në vjesht dhe shpresoj që kjo vjeshta, provimi jon të jetë ajo e pas 3 ditëve për Ballandorës, që ta rikuperojmë një herë dhe të kemi mësuar mësimet e duhura. Janë disa lojtarë real që duket e shtoj si pyetje, i haron qëllimisht apo nuk i përshtaten në skemën e tij si Hoxha, dakord, futet, po minutat e fundit, 15 minutat e fundit të ndeshjes, apo Muçi dhe Berisha që në fakt i ka zënë vendin Ramadanit te Lecce. Shiko, Andi, përsa e takon çështja e diskutimit ndërmjet Ramadanit dhe Berishës për pozicionin që kanë këta futbollistë dhe për faktin që ka ndodhur kjo rokada te Lecce, unë mendoj që është totalisht ndryshe nga diskutimi që mund të bëjmë për këta lojtarë si Hoxha dhe si Muçi, të cilët janë sulmues krau, të cilët janë sulmues me teknik shumë të mirë, janë sulmues shumë të shpejt dhe kështu me radhë. Fakti është që sa herë Hoxhës i çdo mundësia në disa raste që të aktivizohet në formacionin titullar, por nuk ka arritur që të ketë atë impaktin në lojë dhe që ta rrëmbej me forcë. Në botën e futbollit kështu thuhet, një lojtar i cili aktivizohet shpesh herë nga stoli, kur jepet mundësia për të qenë titullar, e rrëmben vendin në formacion. Hoxha nuk ka arritur që ta bëjë këtë. Dhe ndoshta në planet e trajnerit është ajo ideja që këta lojtarë të cilët kanë teknik, por mbi të gjitha janë edhe shumë të shpejt, janë të aftë që të garantojnë dalje nga krau, janë të aftë që të garantojnë inkursione në qendër, goditje drejt portës dhe kështu me radhë, këta lojtarë shërbejnë shumë për trajnerët, mbi të gjitha pas minutës së 60 apo 65 të lojës.
kur kundërshtari është praktikisht i lodhur dhe kur këta mund t'japin një freski manovrave sulmuese. Në këtë rast Anglia nuk ishte as pak e lodhur përballë nesh, sepse ishte si një shëtitje në park ajo që bëri Anglia sot në Wembley dhe ndoshta mund të kishte treguar më tepër guxim Silvinho me aktivizimin e disa lojtarëve më tepër në fazën sulmuese, nuk kishim më çfarë të humbisnim. Si të humbisnim 1-0, humbëm 2-0, mund të kishim humbur përsëri 3 apo 4-0, kjo humbje është humbje. Qartë. Kemi qenë në kufit e vetë kënaqësisë pas kualifikimit në Europian, apo jemi tashmë në një presion të vazhdueshëm me objektiva pafund, tashmë dhe objektivi për në botror? Natyrisht që kur rritet steka, presioni bëhet edhe më i madh. Por mendoj që problemi i Shqipërisë nuk ka qenë kur momenti kur steka rritet dhe kur objektivat sa vinë dhe bëhen edhe më të mëdhenj edhe më ambicioz. Problemi i Shqipërisë ka qenë gjithmonë ai hopi cilësor, momenti kur arrin diçka shumë të rëndësishme dhe historike, na ndodhi në 2016-ën, dhe t'japësh vazhdimsi atij projekti. E njëjta gjë po na ndodh edhe tani. Pas kualifikimit në Euro 2024, Shqipëria nuk arriti t'i japi vazhdimsi projektit. Shembuj kemi pafund. Kroacia kur nisi rritjen e saj në arenën ndërkombëtare të futbollit në vitet 90, i bëri këto hap pas hapi, por arriti që gjithmonë të bënte hapa përpara. Kishim rastin më të fundit Islandën andi, u kualifikuan në kampionatin evropian për herë të parë në histori, u kualifikuan botror më herë, u kualifikuan sërish në europian dhe kur mbaroi ai cikël, Islanda mposhtet nga Kosova. Ne nuk po arrim që ta gjejmë atë ciklin ton fitues, që të bëjmë atë momentin dhe atë kalimin nga një skuadër mesatare, nga një skuadër normale, një skuadër që ka progresion në rritje. Shqipëria mbi të gjitha këtë po vuan. Arsyet mund të jenë të shumta, arsyet mund të jenë për çështje mentaliteti, arsyet mund të jenë për çështje lojtarësh, sepse në fund të fundit kjo është baza e lojtarëve me të cilët po punojnë dhe nuk duhet të harrojmë që kombëtarët shqiptarë vazhdojnë ende punon shumë me futbollistë të cilët janë rritur nga prindër emigrant apo me lojtarë që na afrohen nga përfaqësuesja e Kosovës dhe baza sido që të jetë është disi më e ngushtë, sepse mendoj që edhe për efekt moshe nga lojtarët që janë rritur në emigrim, Broja edhe Berisha besoj që duhet jenë të fundit ata fëmijë që kanë lindur atje të atij brezi të parë dhe ku është bazuar grumbullimin kombëtar shqiptar. Pyetja e fundit, çfarë ndodh nga nesër, Erald? Federata nuk e ka fshehur asnjëherë ambicien, kërkon kualifikimin botror, por me këtë lojën e sotme, Letonia fiton nga ana tjetër, si do të përballojmë Serbinë? Për vendin e dytë paktën. Për vendin play-off. Ne kishim shumë qartë andi, edhe pse themi që duam të kualifikohemi në botror, e ka thënë Federata zyrtarisht menjëherë pas hedhjes shortit, e ka thënë trajneri Silvinho, që për një trajner është shumë e vështirë që ta pranojë një objektiv kaq madhor, mbi të gjitha kur po fillon edhe ndryshimi i ciklit ndërkombëtar dhe po afrohen emra të rinj lojtarësh, e pohojnë edhe vetë futbollistët që dëshirojnë pjesëmarrjen botror, por e dinim që Anglia praktikisht shanset ishin minimale që t'ja merrnin vendin e parë anglezëve. Do të luajmë për vendin e dytë, përballë serbëve. Me këtë lloj paraqitje mund ta harrojmë shumë mirë vendin e dytë, por kemi një fat shumë të madh dhe kemi një fat shumë të mirë sepse kemi menjëherë shansin të rikuperojmë, të hedhim pas shpinën e këtë humbje, të marrim 3 pikë dhe të balancojmë ato pozitat tona në grup. Po të futesh në lëkurën dhe në mendjen e Silvinhos, nga nesër ku mund të ndryshojë ai? Po të futesh në lëkurën e Silvinhos nga nesër, Silvinhos do t'i duhet mbi të gjitha të ndryshojë mes fushën dhe fazën ofensive të skuadrës. Ndërkohë Silvinho është në konferencë për shtyp, shikojmë pra se çfarë thot ai. I have nothing to say to my players. If you goes out and try to play with these guys and you are not 100% there, try to do your best. In 45 minutes, you concede 4-5 goals in a row. So it's really tough, it's difficult. So I had nothing to say to my players, even for my team. And the halftime I spoke to them, I said, listen guys, we're going to have a chance to draw. It's difficult, but you're going to have one chance, at least even two. Brian comes in the game really well. What I have to say that he doesn't play since from 4th of January. The close-up was 10 days ago, so he was in the bench with Everton.
He didn't play until now, so he's not fit enough to play 90 minutes. It's very difficult for him. But he's helping us. 40 minutes, 45 minutes, I don't know. We are happy. We've got a lot of good players as well. Then you have to try to go on. What I said to them, just start. Of course, it's different level when you're talking about the English national team. But it doesn't matter. You have to keep going. Not to be upset. Of course, result is not so good, but you have to accept it. They are really strong side. Oh, it's too much. Duhet ta pranojmë, është një skuadër shumë e mirë, është shumë e fortë, ka lojtarë të mirë fizikisht, edhe e dim që Premier Liga ka një ritëm ndryshe nga ligat e tjera. U munduam të sulmojmë në hapësira, kishim përgatitur disa kundërsulme, të cilat nuk funksionuan në pjesën e parë, bëm pak më mirë në pjesën e dytë. Nuk kam se çfarë t'ju them lojtarëve në këtë rast, sepse me një ekip si Anglia, nëse ti nuk je në 100% e tyre, ti mund në 100% tënd mund të pososh 4 ose 5 gola që në pjesën e parë. Në pushimin e ndeshjes ju thash lojtarëve që kemi mundësi që të barazojmë, edhe provuam dhe Brojën, i cili bëri shumë mirë në atë pjesë, por i kujtoj që Broja ka që në 4 janar që nuk luan, dhe prej 10 ditësh që ishte në pankinë me Evertonin dhe është bashkuar ekipit, dhe nuk ishte i gatshëm fizikisht për 90 minuta me ne, por ai na ndihmon qoftë 40 apo 45 minuta. Mendoj që kemi luajtur mirë, ky është vetëm fillimi, të luash kundër Anglisë, e cila është e vështirë sepse është në tjetër nivel futbolli, por që duhet ecim përpara, nuk ishte rezultati mirë, por shohim para. Mister, a mendon se meritonim diçka më shumë, duke qenë se deri në minutën e 75 rezultati ishte 1-0 dhe për më tepër 2 gol? Kjo ishte një pjesë nga konferenca për shtyp në Wembley të Londrës të Silvinjos, ka folur për kundërshtarin. Mua më duket sigur Silvinjo flet, por Silvinjo nuk është aty. Shumë i akullt, edhe në momentin kur ju bë pyetje është i përhumbur totalisht. Dhe justifikimi edhe për lojtarët që vinë nga dëmtimi, apo Ali ka thënë vetëm pak më parë, Ali luan qendër te Dinamo, e kemi folur aty sepse ka luajtur përpara. Për zanatin që ka Silvinjo, për trajner që është, i duhet të justifikoj zgjedhjet e tij, duhet të justifikoj paraqitjen e dobët mbi të gjitha. U bën shumë raste. Por ky momenti kur Silvinjo është kaq i akullt, kur Silvinjo e ka humbur ato buzëqeshjen, është i përhumbur. Në momentin që nisi pyetja, Silvinjo po shikonte nga qelli. Edhe kjo dilema shekspiriane to be or not to be nga producenti ynë Gen Dervishi është eksakt ajo që Silvinjo po përjeton në këto momente, mendoj. Realisht, sepse Silvinjo më duket si një trajner që e ka humbur disi busullën dhe orientimin e tij. Mendon në këto momente se nuk e pranova ofertën në Brazil? Shiko, unë mendoj që Silvinjo vetë e kishte kuptuar që menjëherë pas kualifikimit dhe pjesëmarrjes në Euro 2024, ndoshta cikli i tij me Shqipërinë kishte përfunduar dhe mund të niste një aventurë të re për të gjetur edhe vetë një impuls të ri në karrierën e tij. Edhe sepse te Shqipëria do ta kishte shumë vështirë që t'i transmetonte një impuls të ri skuadrës, por realisht më shqetëson më tepër, pa aq sa më shqetësoi loja dhe paraqitja e kombëtares, më shqetëson edhe kjo sjellje tani e trajnerit, sepse nuk e kisha parë asnjëherë kështu në praktikisht 26 muaj që ai ka qëndruar këtu në Shqipëri. Shpresoj që mos jetë thjesht duke menduar dhe rimenduar atë çfarë ka ndodhur në fushën e lojës, por të mbledhi veten shumë shpejt, sepse një Silvinjo i kthjellët dhe një skuadër që t'i ngrihet morali, na duhet menjëherë, na duhet që të marrim këto 3 pikë me dorë. Për ta mbyllur pikërisht me atë pyetjen që të thash pak më parë, por na bëri me shenjë regjia që është konferenca për shtypje e Silvinjos. Nëse do të ishe brenda në trurin dhe në lëkurën e Silvinjos, çfarë duhet ndryshoj, sepse s'ka kohë me Andorën, dhe Andora, pavarësisht se kemi marrë fitore, po na ka bërë çik jetën të vështirë her pas here. E para punës do të provoja që të ndryshoja skemën, përveç lojtarëve specifik, por edhe skemën, sepse tani më jemi shumë të parashikueshëm nga të gjithë. Është një skemë që nuk po funksionon ashtu si ka funksionuar në ndeshjet e para kur Silvinjo e ka drejtuar përfaqësuesin shqiptare, dhe na duhet një rreshtim loje ku lojtarët të vendosen në pozicionet ku japin maksimumin, në mënyrë që kjo skuadër vërtet nuk ka cilësinë e Anglisë, vërtet mund mos kemi edhe cilësinë e serbëve, nuk mund ta kemi, sepse do të ishte ndoshta besoj tepër që ta pretendojmë për sa i takon kualitetit, sepse mund të kemi më shumë zemër, mund të kemi më shumë dëshirë për të fituar, por
një skuadër me lojtarë të vendosur në vendet e duhura dhe me lojtarë me karakteristika shumë specifike, ne duhet i shfrytëzojmë. Folëm pak për Muçin edhe për Hoxhën, ne duhet i shfrytëzojmë këta lojtarë. Se jo dhe me do Berishën. Pse jo dhe Berishën, absolutisht. Në rolin e regjizorit, një lojtar që të japi shumë qetësi lojës dhe të ndihmoj skuadrën me vertikalizimet që bëjmë. Andi duhet kujtoj në kualifikueset e Euro 2024-s, një merit shumë madhe për Shqipërinë që mori pjesë në Gjermani, se efekti jonë surprizë më i madh ishte Yasir Hasani. Yasir Hasani, i cili kërkonte prej vitesh me radhë që të vinte në kombëtare, nuk ju dha kur shansi. Ky lojtar ishte surpriza jonë, arma jonë më tepër përballë rivalëve. Inkursionet nga krau, goditjet, golat e shkëlqyer nga distanca. Këtë duhet të gjej Silvinho përsëri tani në momentin kur mendon se si do t'i rreshtojë skuadrën dhe lojtarët e tij. Duhet të gjej lojtarë të cilët janë të aftë të befasojnë dhe të surprizojnë kundërshtarët për t'i dhënë Shqipërisë rezultatet që pretendon. Erald Kodeli, të falenderoj që bëm një analizë për kombëtaren pas humbjes së sotme në Wembley. Greco, struktura e Këshillit të Evropës, e ka vlerësuar pozitivisht Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit në administratën publike, por për kryeministin Rama, reforma antikorrupsion, antiqeverisje dhe sunimi i ligjit do të vijojnë, por me emergjente shes situatën në sistemin e drejtësisë. Duke i dhënë fund praktikës. Shqipëria ka plotësuar shumicën e rekomandimeve për luftën kundër korrupsionit në administratën publike, të vendosura nga Greco, struktura e Këshillit të Evropës që bën një nga vlerësimet më të rëndësishme në këtë sektor. Sipas raportit të lexuar nga Ministria e Shtetit për Administratën, vendi ynë ka realizuar 75% të detyrave dhe rezulton lider në rajon. Nga 24 rekomandime që u caktuan Shqipërisë, 18 prej tyre quhen sot plotësisht të realizuara, 5 prej tyre pjesërisht dhe vetëm një mbetet ende për të realizuar. Këtë e pohoi dhe përfaqësuesi i Këshillit të Evropës, i cili nënvizoi se korrupsioni nuk ka kombësi, por duhet parandaluar që në gjenezë. Askush nuk është imun ndaj korrupsionit. Çështja është se si mund ta trajtojmë këtë situatë në mënyrë që të mos të bëhet vepër korrupsioni. Prandaj parandalimi është shumë i rëndësishëm. Prandaj jam shumë i lumtur që Shqipëria i ka plotësuar të gjitha këto masa për të parandaluar korrupsionin. Rezultat, sipas kryeministit, i jep të drejtë Shqipërisë që të aspirojë antarësime në BE brenda kësaj dekade. Një pikë arritje për të cilën vendit do t'i duhen reforma të thella. Dhe ne jemi duke bërë përpjekje, duke përgatitur një dallë tjetër reformash të mirëqeverisjes, të sundimit ligjit dhe të antikorrupsionit. Më problematike është situata me gjyqësorë, një realitet që sipas tij është i mbetur mbrapa në kohë. Si shembull, marrje në pyetje nga SPAK. Në sistemin e drejtësisë jemi akoma në epokën e gurit, zhvillojmë intervista në prokurori pa audio dhe pa video. Unë të shoh, ti më shef, unë të pyes, ti më thua dhe unë shkruaj çfarë të dua. Kjo është vënë në pa nga institucionet ndërkombëtare, është një nga gjërat që duhet korrigjuar me urgjencë dhe ne do ta korrigjojmë patjetër. Sistemi digjital duhet të shtrihet edhe tek drejtësia, prandaj kishte një kërkesë të drejtë për drejtë për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Uroj që Këshilli i Lartë Gjyqësor të mos e vonojë më, por ta çojë përpara. Ne si qeveri kemi angazhuar fonde dhe do jemi tërësisht në mbështetje për të realizuar këtë program. Të gjitha këto Edi Rama i sheh si detyra që duhen kryer përpara se të mbyllen negociatat me Brukselin, që kishin mbi kokë qeverisja mban kryenegociatorja Majlinda Dhuka. Si një agjente e devotshme e Bashkimit Evropian, Anuela Ristani, kryetaria e deleguar e Bashkisë së Tiranës, ka sqaruar situatën e krijuar në këtë institucion. Gjatë një konferencë për shtyp ajo deklaroi pozicionin e saj në krye të bashkisë, ndërsa nuk dha sqarime se pse shkarkoi nga detyra dy njerëzit e besuar të Erion Veliajt, nënkryetaren Sara Goxhaj dhe drejtorin e përgjithshëm juridik Alban Dokushi. Bashkia e Tiranës ka sqaruar situatën e krijuar 48 orët e fundit në këtë institucion. Pas shumë vitesh, zyra e shtypit e bashkisë ka thirrur gazetarët në konferencë për shtyp, ku Anuela Ristani ka deklaruar pozicionin e saj. Ajo është kryetaria deleguar e Bashkisë së Tiranës, ndërsa sqaroi se vendimi Veliajt
ishte marrë në kushte të një informacioni të cunguar. Kryetari i zgjedhur i Tiranës, Erion Veliaj, në përpjekje për të garantuar vimësinë e punëve, siç sqaroi dhe vetë dje nëpërmjet statusit të tij në rrjetet sociale, ka marrë disa vendime në kushte të informacionit të cunguar dhe në kushte të izolimit ku ai ndodhet. Këto vendime kanë krijuar një keqkuptim dhe kanë sjellë konfuzion dhe shqetësim të panevojshëm, të cilin ai vetë sqaroi dje. Mesditën e së premtes me të rimarrë detyrën dhe kontrollin e bashkisë, kryetari Aristani ka shkarkuar nga detyra dy njerëzit e besuar të Erion Veliajt, nënkryetaren Sara Goxhaj dhe drejtorin e përgjithshëm juridik Alban Dokushi. E pyetur nga mediat, Aristani nuk ka bërë publike motivacionin e shkarkimit, që në shkresën zyrtare mban vetëm firmën e saj dhe jo të Erion Veliajt. Unë drejtoj një institucion. Institucioni udhëhiqet mbi bazë të rregulloreve, mbi bazë të legjislacionit dhe unë mbaj përgjegjësi për këto. Kështu që çdo lëvizje apo qarkullim stafit bëhet mbi bazë të këtyre dy parimeve. Ristani përjashtoi krizën institucionale në Bashkinë e Tiranës. Gjatë fjalës ajo vlerësoi Erion Veliajin në misionin e përbashkët, siç e cilësoi ajo, ndryshimin e Tiranës, ndërsa fjalimin e mbylli me mirënjohje ndaj kryeministrit Edi Rama për mbështetje ndaj stafit të bashkisë. Pjesë e Bashkisë së Tiranës dhe ekipit të drejtuar nga kryetari Erion Veliaj për më shumë se 10 vite. Kam punuar çdo ditë për krahët e tij, duke sakrifikuar kohën, familjen, fëmijët për të shërbyer qytetit. Për ne, të gjithë, Bashkia e Tiranës ka qenë shumë më shumë se sa thjesht një punë. Ka qenë një mision i përbashkët dhe nuk ka asnjë mas sigurie, asnjë artikull mediatik që të zbërë respektin dhe besimin që kemi ndërtuar me njëri tjetrin. Dua të shpreh mirënjohjen time për kryeministrin zotin Edi Rama, i cili në këto ditë të vështira nuk i është gjendur pranë vetëm stafit dhe skuadrës së Tiranës, por edhe të gjithë kryeqytetit. Më 18 mars, kryetari i Bashkisë Erion Veliaj nga qelia e paraburgimit shkarkoi kryetaren e deleguar Anuela Aristani. Në vend të saj, urdhëroi që këtë detyrë ta mbante nënkryetaria tjetër, Sara Goxhaj, e cila qëndroi formalisht në këtë detyrë më pak se një ditë pune. Disa orë më vonë, Veliaj ka tërhequr vendimin, duke lënë në detyrë Anuela Aristanin. Dhe me të njëjtin vizion, Zhvillimet e ditëve të fundit në drejtimin e Bashkisë së Tiranës dhe shkresat me firmën e Erion Veliajt nga qelia që anullonin njëra tjetrën janë për Sali Berishën të denja për skenar hollywoodian. Ai kërkoi nga avokati i popullit që ta hetojë çështjen, ndërsa apeloi edhe përfaqësinë e OSB-s në Tiranë që të ndjek nga afër këto zhvillime. Një skenar si në filma i quan Sali Berisha të gjitha lëvizjet brenda Bashkisë së Tiranës, ku prej 2 ditësh ka ndodhur disa shkarkime dhe riemërime, për të cilat ka reaguar publikisht nga qelia dhe kreu i burgosur i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Një skenar me habira, me çuditëra, të denja për çdo punktat të narkosit. Në punktat e fundit pra çfarë ndodh? Ndodh që Erion Veliaj ka shtruar qelinë në zyrë bashkie. Erion Veliaj aty firmos dhe vulos si kur të ishte në zyrën e bashkisë. Në një konferencë për mediat, Berisha konsideroi si të jashtëligjshme drejtimin e bashkisë nga Anuela Aristani, pasi sipas tij është këshilli bashkiak ai që vendos drejtuesin e institucionit në mungesë të kryetarit. Lideri i opozitës kërkoi hetime nga avokati i popullit. I çuan atij përpara një plumë në zarf, apo e droguan, apo çfarë i bën, këto nuk i diun asnjë. Po këto pikpyetje po shtrohen në barë kudo. Pra, është i domosdoshëm një hetim nga avokati i popullit. Një përgjigje pati edhe për Edi Ramën, i cili kalin e betejës në fushat elektorale ka premtimin për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ylli polar i programit Partisë Demokratike do të jetë interesi kombëtar dhe ai qëndron në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me Edi Ramën shkohet drejt të shkuarës dhe jo drejt Bashkimit Evropian. Marrëdhënien e re të shprehur përmes videosh mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës e sheh si një keqpërdorim që kryeministri po i bën ish kryeudemokratit për të larguar vëmendjen e opinionit publik nga problemet e mazhorancës. Sali Berisha e konsideroi keqpërdorim nga ana e Edi Ramës për Lulzim Bashën shkëmbimin e videove mes njëri tjetrit në ditët e fundit.
Me njërë pas saj deklarate ka reaguar Lulzim Basha, i cili këtë pohim të liderit të opozitës e shesi kërkim ndihme nga Rama kundrejt Berishës. O Rame, qa frika caku je mër burë, ke vonë doktorin me më sulmu mu, a qa je, mërzit doktori që i sulmoj partnerin, po dil vetë fush më burë, doktorit 81 vjeç, dil vetë fush, thuj doktorit, mere mund me Bashën, si që një marë për para të dy me mu. Gele duke kërku ndi më Rame, po s'ka dermon më Rame, se 7-7-313 më Rame. Aeroporti i Vlorës, edhe pse ende nuk ka nisur funksionimin, ka filluar të jap efektet e para pozitive në gjallërimin e ekonomisë dhe zhvillimit të zonës. Banorët e Akarnis, ku po ndërtohet aeroporti, shprehen se fshati ka nisur të zgjohet, si në punësimin e banorëve, ashtu dhe në infrastrukturë, ndërsa janë rritur kërkesat për toka dhe banesa, duke rritur edhe çmimet e tyre. Akarnia në Vlorë, si çdo zonë rurale, ka përjetuar ndër vite braktisje dhe mungesë vëmendje në investime qofto dhe bazike. Por projekti i ndërtimit të aeroportit të Vlorës duket se ka sjellë një rilindje të dytë të Akarnisë. Donse aeroporti ende nuk është vënë në funksion. Banorët e këtij fshati kanë nisur të ndjejnë që tani anët pozitive të zhvillimit të projektit në fshatin e tyre. Vetë banorët tregojnë ndryshimet dhe shpresën e rikthimit të rinjve në vendlindjen e tyre. Unë mendoj që do jemi më mirë. Ka banor të fshatit të punësuar në aeroport? Ka, dhe andej ka. Po është zhvillim për Akarnin, a ka sjell deri tani? Shumë mirë na ka sjell, se si ishim kështu neve. Për të rinjt është perspektivë. S'është për të përqefin. Ka sjell ndonjë ndryshim deri tani? Ja, e para neve kishim rrugën të pistë, tash kemi dalë drejt. Ikim edhe me këmbë. Shpëtuat në baltë. E para. E dyta pastaj do ketë ardhmë të mirë. Janë punësuar djemë fshatit ose banorë fshatit aty? Plot. Sa kaq banorët kërkojnë edhe dorën e shtetit në mënyrë që të punojnë të qetë në pronat e tyre. Unë jam ndër të parë, siç e thash edhe më përpara, që e kam lënë Europën edhe dua të vi të jetoj këtu. Shpresoj shumë nga zoti kryeministër, duam vetëm që na japi këto certifikatat e tokës, mos të vinë oligartët nesër pas nesër, edhe vinë na i marrin na e thojnë ç'duku nga toka këtuja. Ne na i ka dhënë shteti, i kem me harta me të gjitha, vete në bashkia tjetër ZRPP, ja bëj kërkesat, më thotë nuk ka ligj. Në Akarni janë rritur edhe kërkesat si për blerje të tokave, ashtu dhe të banesave, kërkesat të cilat janë shoqëruar edhe me rritje të çmimeve të pasurive të paluajtshme. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku vizitoi këtë të premte panairin e punës në Fier, nga ku tha se oferta kompanive pjesëmarrëse është reale dhe të lira, janë mbi 1800 vende. Për ne është një ditë e rëndësishme këtu në Fier, pasi AKPA ka organizuar një nga panairet e punës më suksesshme kohët e fundit në përgjithë Shqipërinë dhe erdhi radha dhe Fierit. Nga pjesëmarrja duket që ka shumë dje me vajza të interesuar për pozicionet e punës, janë shpallur 1800 pozicione pune nga më shumë se 50 kompani, apo jo. 50 kompani rajonale që operojnë në fushat të ndryshme. Kemi parë në fushën e ndërtimit, në linjat e prodhimit, në arsim madje dhe hoteleri turizëm. Shpesh ndodh që vetë ata që kërkojnë punë janë pak skeptik dhe dyshues për sa i përket aftësisë të një panairi për të punësuar. Por nga ana tjetër, me bisedat që unë dhe Klevisi bëm në të gjitha stendat deri tani, kemi kuptuar që oferta është e vërtet, që të gjitha numrat që janë marrë dhe kontaktet për sa i përket interesit të ndryshëm, do të kalojnë pastaj në një fazë intervistimi për të konkluduar me kontratat, sigurisht me ata që përmbushin kushtet. Kështu që kjo ka qenë një ditë shumë frutëdhënëse dhe unë besoj që është thjesht një hap i parë dhe në panairin tjetër, për shkak të gjithë rasteve të suksesit që do vinë përmes këtij panairi, do ketë edhe më shumë pjesëmarrës. Shumë faleminderit. Shikues nderuar, ishte gjithçka për ditarin e fundit. Ju kujtoj për zhvillimet më të reja, na ndiqni në faqen tonë zyrtare@dyqenin.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Natë mirë.